Në një sistem demokratik, mediat konsiderohen pushteti i katërt. Mirë po, së fundi, ky pushtet po përballet me presion, që sipas asociacionit të mediave vjen pikërisht nga pushteti tjetër ekzekutiv. Krejt kjo pasi udhëheqës të Komisionit të Pavarur të Mediave paralajmëruan shqyrtimin e mundësisë së mbylljes së një emisioni televiziv. Rastin nga përstëritë nga emisioni njëri, deri në ndagimin e emitimit të emisionit të tij. Kjo është propozimi jam, po do të jetë temë shqiptimi në ngjedhjen e radhës. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e konsideron qasjen e KPM-s si të ndikuar nga pushteti dhe me qëllim të qartë për heshtjen e zërave kritik ndaj tij. Është një sulm i papërmbajtshëm frontal kundër mediave, cili nuk duhet të lejoj që të ndodhë faktikisht. Është kulmi një fushate të vazhdueshme të KPM-s kundër mediave. Përbërja e re e Komisionit të Pavarur të Mediave ka treguar që ka për qëllim të dënojë, të ndëshkojë mediat dhe të kufizojë lirinë e shprehjes. Shqetësime ka ngritur edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili veprimet e fundit të KPM-s i ka cilësuar si tejkalim të mandatit ligjor. Sipas Gzim Shalës, KPM po vepron jashtë kompetencave të saj, duke marrë rol që u takon gjykatave. Komisioni Pavarur i Mediave është rregullator i mediave, megjithatë është shumë e rëndësishme që kjo të jetë në përputhje me ligjin dhe në përputhje me procedurat e punës, çfarë nuk ishte rasti i djeshëm. Përderisa po shohim këtë presion që KPM po bën në raport me mediat, vetë KPM nuk arrin që të evitojë kundërligjshmëritë e saj. Shala thot se edhe vendimet e këtij institucioni për shkelje të pretenduara nga ana e mediave gjatë fushatave zgjedhore janë haptazi të kundërligjshme. Janë marrë në mosrespektim të afateve të përcaktuara në rregulloren për obligimet e ofruesve të shërbimeve mediale gjatë fushatës zgjedhore. Edhe në anën tjetër janë të bazuara mbi një rekomandim të kryeshefit ekzekutiv që kjo pozitë mbahet në mënyrë të kundërligjshme për shkak se ka kaluar afati ligjor. Për këtë arsye do të thotë fatkeqësisht Komisioni Pavarur i Mediave nuk është duke funksionuar në mënyrë të lehtëshme. Derisa KPM insiston në zbatimin e kompetencave të saj ligjore, organizatat e mediave dhe të shoqërisë civile paralajmërojnë se çdo tejkalim i tyre mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për lirinë e shprehjes dhe debatit publik në vend, për çka porositën mediat të mos qëndrojnë duar kryq.